Sali, sot më dhe një provë që ti e ndjek agendën time politike dhe jam i bindur që më ndjek dhe tani. Më vjen mirë që më ndjek, Sali. Më vjen mirë që më ndjek në aktivitetet e mia politike, se me thonë të drejtën edhe unë të ndjeki në aktivitetin tënd politik, si pasqyrë. Por në fakt të ndjekim njëri tjetrin për qëllime të ndryshme. Unë të ndjek si pasqyrë për të parë veten që të mos jem në politikë si ti. Kjo është arsyeja që të ndjeki. Tani, kam edhe një thirrje miqësore, sugjerim miqësor. Sali, çliroje mendje dhe shpirtin nga dosjet. Sepse dosja jote është kaq e madhe, sa çfarë do të shtosh aty, nuk ndryshon më kur gjë. Ja ke vënë ka pakun asaj dosje me titullin akademik non grata, dhe kur s'ka bo fajde dhe ky titull, ti nuk ke për të reflektuar më në këtë sallë. Harroje këtë muhabet. Dhe sa për dosje, Sali, me u hap dosja jote, merr gjithë Shqipëria. Pasha Zotin merr krejt Shqipëria. Por dua ta dish një gjë, Sali, se atje ku do të shkojmë të gjithë me radhë dhe lut Zotin shkojmë me radhë, siç e ka shkruar Zoti, po të perifrazoj një fjalë që vjen nga zona fisnike e Tropojës. Në këtë dynja cullak kemi ardhe, cullak do t'ikim. Nuk do t'i marrim dosjet me vete, atje nuk do t'na kërkojnë as dosje, as balt, as shpikje, as intriga, do na pranojnë siç jemi, siç kemi ardhur do t'ikim. Tani atje do shkojmë para Shëmpjetrit dhe do t'japim llogari për ato që kemi bërë me mendje dhe për ato që kemi ngarkuar shpirtin. Unë tani, Sali, nuk kam ndaj merak të madh të marr ndaj dosje me vete. Fare. Sepse jam gati që kur shkoj atje kur të mbi radha, t'i jap llogari për çfarë kam bë e për çfarë kam ngarkuar shpirtin, dhe jam i lirë në mendje dhe në shpirt. Nëse ty të duhet dosja me e marrë me vete, kujdesu mos të mungoj ndaj letër, se dhe mund të kenë hum rrugës, e po t'u desh ndihmë, jam gati të të ndihmoj, që të shkosh me dosje tamam.